Mirëmbrëma, zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Gjykata e posaçme pezullon nga detyra ministren e energjisë dhe të infrastrukturës Belinda Balluku, i ndalohet edhe dalja jashtë shtetit. Situatë kritike në urën e Mifolit, pasi niveli i lumit Vjosa po vion të rritet, rreshjet e dendura shkaktojnë shembje gurësh edhe në shumë akse rurale. Vjojmë gjërësisht me lajmet, pak ditë pasi u mor e pandehur për tenderin e tunelit të Llogaras, Belinda Balluku është përballur me një tjetër mas shtrënguese nga drejtësia. Gjykata e posaçme vendosi ta pezullojë nga detyra e ministres së energjisë dhe infrastrukturës, e po ashtu e ndalon atë të dalë jashtë shtetit. Balluku akuzohet për shkelje të barazisë në tendera. Gjykata e posaçme ka pezulluar nga detyra numrin 2 të ministrisë Belinda Ballukun, sipas njoftimit zyrtar të SPAK, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës, me të njëjtin vendim të gjyqtarit të hetimeve paraprake Erion Çela, ndalohet të dalë nga Shqipëria. Belinda Balluku është vënë në hetim për tenderat e tunelit të Llogaras dhe lotin 4 të Unazës së Madhe. Sipas SPAK, tenderi është paracaktuar, ndërsa janë skualifikuar të gjithë operatorët me ofertë më të ulët. Në lidhje me procedurën e prokurimit me objekt ndërtimi i tunelit të Llogaras të zhvilluar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, deri në këtë fazë të hetimeve janë evidentuar veprime të kundraligjshme të pandehurës Belinda Balluku, në cilësinë e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë ka ndjekur dhe orientuar në vijimësi procedurën e këtij prokurimi publik, prej fazës përgatitore, zhvillimit të procedurës, dorëzimit dhe vlerësimit të ofertave, deri në momentin e lidhjes së kontratës me operatorin ekonomik fitues. E pandehura Belinda Balluku në bashkëpunim me anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave kanë paracaktuar fituesin e kësaj procedure prokurimi. Kanë krijuar avantazhe dhe privilegje të padrejta për bashkimin e operatorëve ekonomik fitues. Më 31 tetor, prokuroria e posaçme vuri në akuzë Ballukun për tenderin e tunelit të Llogaras me vlerë 189 milionë euro. Atë ditë Balluku qëndroi rreth 40 minuta në SPAK dhe në dalje deklaroi se kishte pranuar kërkesën e prokurorisë së posaçme për një çështje në hetim. Si qytetare e Shqipërisë dhe zyrtare publike, e shikoj këtë si një proces nga i cili jam shpresplot që do të jetë i bazuar mbi transparencë, llogaridhënie dhe mbi të gjitha mbi parimet e drejtësisë te e cila besoj, deklaroi ajo. Balluku sipas SPAK bashkëpunoi me 5 zyrtarë dhe anëtar të vlerësimit të ofertave, të cilët gjithashtu janë marrë të pandehur. Në akuzë kanë përfunduar kreu i autoritetit rrugor shqiptar Gentian Gjyli, drejtori i këtij institucioni Evis Berberi, drejtori i Kesh Eralde Lezi dhe anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave Jetmira Dervishit dhe Mirzeta Kashnica. Gjykata e posaçme ka vendosur masa siguria arrest shtëpie për kreun e autoritetit rrugor shqiptar Gentian Gjyli, së bashku me drejtorin e Kesh Eralde Lezi. Tenderi është zhvilluar fillimisht me 11 dhjetor të 2020-s, por më pas u anulua dhe u rihap në 22 qershor të 2021-shit me fond limit 18.9 miliard lek pa TVSH. SPAK i bazoi gjetjet e tij në telefonin e sekuestruar të Evis Berberit, i cili ishte marrë i pandehur nga prokuroria e posaçme për një tjetër çështje për përfitim të tenderave në mënyrë të palishme, përmes krijimit të një kompanie që i fitonte ato. Pas vendimit të gjykatës së posaçme, zëvendos kryeministrja Belinda Balluku është parë duke hyrë në ambientet e kryeministrisë. Nuk dihet nëse Balluku i është drejtuar zyrës së saj apo është takuar me kryeministrin Edi Rama. Mbi numrin 2 të qeverisë rëndon akuza për shkeljen e barazisë në tendera në lidhje me tunelin e Llogaras dhe për lotin 4 të Unazës së Madhe në Tiranë. Përveç pezullimit nga detyra, ndaj saj është saktuar edhe masa e ndalimit për të dalë jashtë vendit. Partia Demokratike ka përshëndetur vendimin e gjykatës së posaçme për të pezulluar nga detyra numrin 2 të qeverisë Belinda Balluku. Nënkryetari i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi në një postim në rrjetet sociale deklaroi se kjo është një ditë e mirë në luftën kundër korrupsionit, duke premtuar se Partia Demokratike do të vazhdojë të denoncojë çdo rast korrupsioni. Citoj, shkarkimi me njëhershëm i Belinda Balluku dhe dorëheqja e Edi Ramës janë e vetmja rrugë për të çliruar Shqipërinë nga sistemi i korruptuar qeverisës që është ndërtuar në këto 12 vite, shkroi në rrjetet sociale Gazmend Bardhi.
Ndërkaq Partia Demokratike ka vendosur që pas ditën e së hënës të protestojë para selisë së kryeministrisë për të kërkuar dorëheqjen e Edi Ramës dhe Belinda Ballukut. Vendimi i gjykatës së posaçme u përshëndet nga të gjitha partitë opozitare. Agronshea i Partisë Mundësia deklaroi se pas vendimit të gjykatës së posaçme, kryeministri Edi Rama duhet të japë dorëheqjen. Dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama ka kërkuar edhe Arlind Qori i Lëvizjes Bashk. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të hapë në fillim të muajit dhjetor 210 kuti votimi në zbatim të kodit elektoral. Në rast se nga procesi i rinumërimit rezulton se ka pasur shkelje, atëherë do t'i kërkohet prokurorisë të fillojë hetimet. 210 kuti të vendit dhe diasporës do të rihapen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të verifikuar nëse ka patur shkelje gjatë garës së 11 majit. 3308.00 Shorti për verifikimin paszgjedhor u hodh në mënyrë elektronike nga KQZ, ndërsa nuk do të rihapen kutitë e bashkive Tiranë, Fier dhe Elbasan, të cilët më herët u rinumëruan me urdhër të Komisionit të Ankimeve dhe Sanksioneve. Po ashtu, nuk do të përfshihen as kutitë e diasporës së qarkut Durrës, të cilat gjithashtu u verifikuan nga trupa e KAS. Tashmë i mbetet Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, që të nisë procedurat logjistike për të nisur procesin e rihapjes së 210 kutive, procesi i cili pritet të nisë në fillim të muajit dhjetor. Prej 210 qendrave të votimit. Nëse vëren shkelje, KQZ do të nisë dhe kërkesën për hetim nga prokuroria. Në korrik të këtij viti, KAS kërkoi hetim për gjetjet e evidentuara të qarkut Fier. Niveli i lumit Vjosa në zonën e urës së Mifolit në Vlorë po rritet nga ora në orë. Emergjenca civile ndodhen në terren ku janë hedhur qindra metra kub dhera për të forcuar argjinaturën. Këtë të njëjtë prurjet në lumin Vjos kanë arritur në nivelin maksimal në zonën e urës së Mifolit. Sipas kreut të emergjencave civile, Haki Çako ka një tendencë në rritje të prurjeve teksa rreziku është i madh që tokat bujqësore të përmbyten. Situata paraqitet në alert, natyrisht sepse niveli i prurjeve në Vjos është i konsiderueshëm, rreth 7 metra në Mifol, ku është matja aktuale. Vazhdojmë ta monitorojmë, ky është një nivel që ka risk të shtuar, por për momentin nuk kemi banesa të prekura apo dalje jashtë shtratit të lumit Vjosa. Në rast të daljes nga shtrati të lumit, do të ketë evakuime të banorëve dhe për këtë janë marrë të gjitha masat ta Çako. Apeli është i qartë. Përpara të gjithave, përpara gjithçkaje është jeta e qytetarëve, e banorëve. Sigurisht pastaj edhe ekonomia, edhe blegtoria apo dhe gjithçka tjetër që ata kanë në funksion të jetës së tyre dhe ne do t'i luteshim dhe t'i ftojmë që të gjithë që t'jenë bashkëpunues. Ndërkohë në njësinë administrative Novosel, pranë bregut të lumit Vjos, vijon puna për përforcimin e argjinaturës së lumit me dhe e gur për të parandaluar daljen e lumit nga shtrati. Po ashtu, forcat e armatosura dhe strukturat vendore po punojnë për evakuimin e familjeve të prekura nga dalja e lumit Kalas një ditë më parë dhe për zhbllokimin e rrugëve ndërmjet fshatrave. Në fini gjithashtu po ndërhyet për largimin e ujrave dhe mbështetjen e familjeve të zhvendosura, ndërsa në Selenic po pastrohen rrëshqitjet në aksin Brataj-Kuç. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.